Përshëndetje të nderuar shikuese ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Karagaq në Pej, aty ku do të zhvillohen sot pra ndeshjet gjysmëfinale të Superkupës së Kosovës në konkurrencën e femrave. Dueli i parë, siç po e shihni tashmë, do të jetë ndërmjet Bashkimit dhe Penzës, një ndeshje që pritet të jetë mjaft interesante me dy skuadrat që gjithnjë kanë pasur rivalitet, ndërsa këtë sezon se Bashkimi ka arritur të mposhtë Penzën në duelin që u zhvillua në kuadrë të Superligës. Edhe kjo ndeshje premton një duel interesant. Si që dim, skuadra e Bashkimit është skuadra e cila i ka fituar 9 trofet e fundit në konkurrencën e femrave, ndërsa edhe 3 vitet e fundit duke i përfshirë, pra edhe 3 superkupat e fundit. Do të shohim a do të arrijnë Prizrenase të e vazhdojnë dominimin në basketbolin femëror apo jo. Këtë edicion ka pasur shumë largime nga skuadra dhe Bashkimi po garon me një skuadër më të re, tek ekipi ka mbetur vetëm kapitenja e skuadrës Aulona Muhadri, ndërsa po e shohim tashmë edhe pesën startuese në fushë: Alexis Meid, Merisa Bilali, është Tanja Marks, Nicole, Destiny dhe Aulona Muhadri. Në anën tjetër, tek skuadra e Penzës kanë startuar Strayhorn, Jenkins, Daci, Zeka dhe Jones Sinestra. Skuadra e Penzës udhëhiqet nga trajneri i njohur kosovar Fabian Gjuka, ndërsa skuadra e Bashkimit udhëhiqet nga trajneri malazez Vladan Radovic. Erdhi tek skuadra e Bashkimit pas përvojës së tij tek Prishtina. Sezonin e kaluar mjaft interesante ka qenë Superliga e femrave. Dalet loja duke që ka probleme teknike në palestër. Pra isha duke thënë, mjaft interesante është Superliga e femrave këtë edicion. Bashkimi, Peja 03 dhe Prishtina janë skuadrat të cilat i kanë pikë të barabarta. Të trija skuadrat kanë arritur të i regjistrojnë 6 fitore dhe nga një humbje. Dhe Bashkimi pra kryeson renditjen tabelare. Dyta është Peja 03 dhe treta Prishtina. Bashkimi mposhti Pejën 03, ndërsa Prishtina e ka mposhtur Bashkimin, kurse Peja 03 ka mposhtur Prishtinën. Pra shumë interesant ka qenë starti i këtij edicioni në Superligën e femrave. Sa skuadra e Penzës është e 4-ta në renditjen tabelare, duke i arritur 3 fitore. Presim pra deri sa të jetë gjithçka në rregull për të startuar kjo ndeshje. Në duelin tjetër pra do të takohen Peja 03 dhe Prishtina. Pra ndeshjet çerek finale, Penza e mposhti skuadrën tjetër Prizrenase Junior 06 me rezultat të ngushtë 59-57, një ndeshje fantastike ishte ajo, ndërsa Prishtina me lehtësi e kaloi United Basket duke mposhtur me rezultat 70-48. Pra po e përsëris edhe një herë, duke që ka probleme teknike në palestër dhe deri sa të jetë gjithçka në rregull, do të presim
për të startuar ndeshjen. Rikthehemi pas pak. Gjithçka gati tashmë për të startuar ndeshja. Tre lojtaret amerikane tek skuadra e Penzës ishin më të dalluarat në ndeshjen çeyrek-finale ndaj Junior 06. Shamja Strayhorn luajti me 22 pikë pas Audrey Rose Jenkins ishte 17 pikë tjera dhe me 13 pikë luajti Sinestra Jones, ndërsa kapitenja Saranda Daci dhe Jeta Zeka kontribuan me nga 2 pikë. Gjithsesi Daci mori edhe 10 kërcime, ndërsa Zeka i pati 6. Starton tashmë dueli, topi parë në duart e vashave të bashkimit. Nuk shkon ai pasim i Made, gjithsesi e vëmendsh me Muhadri që e vjedh topin. Vjetëtimi dhe pikët e para në këtë përballje. Destiny realizon. Daci, dueli i saj me Muhadrin. Strayhorn nuk arriti të gjuan, tjetër top i vjedhur, teksa nuk shkon as kësaj radhe pasimi i Alexis Made tek Tanya Marks. Por lojtarët e Penzës kanë luajtur të fundit. Edhe njerë do të tenton Nicole Destiny, nuk arriti të realizon kësaj radhe. Strayhorn tek Daci. Edhe njerë Strayhorn. Daci. Dhe në fund shkoj Jenkins që ndalet me personale. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. E qëllon tentimin e saj të parë. Dhe pikë të para të skuadrës Penzës. Në të dytën nuk është e saktë, teksa është Muhadri ajo që ka luajtur e fundit. Do të vazhdon të takon topi skuadrës Penzës. Zeka tek Jenkins. Daci. Edhe njerë Jenkins. Sinestra. Daci. Jenkins. Ka faul. Sinestra e humb topin amerikanja. Nuk ka pikë edhe më tej nga loja nga skuadra e Penzës.
Destiny tek Alexis Mead që gjuan për 3 nuk është e sakt. Topi në duart e Dacit, Jenkins. Daci. Deri në fund, Saranda, Daci realizon. Për t'i dhënë ebërsinë e parë skuadrës së Pezës. Mead. Alexis Mead, lëvizje bukur e saj, por nuk ka pik as kësaj radhe nga playmakerja e bashkimit Strayhorn. Ndalë dëpërtimi i saj, topi kthehet tek Daci që gjuan për 3 nuk është e sakt. E marrin edhe njerë topin në vendaset, nuk qëllon Zeka gjithsesi. Mead niset në kundërsol. Bukur asiston për Destiny në anën tjetër. Nuk qëllon as kësaj radhe jeta Zeka. Mead. Daljet në gjysmë distancë, është e sakt. Është më 4 pikë radhazi të bashkimit. Strayhorn. Gjuan e shkurtër gjuajtja e saj. Alexis Mead. Ka foul. Pikërisht Mead është ajo që ta rikthan topin në lojë. Muhadri tek Bilali. Mead edhe njerë nga gjysmë distanca, edhe njerë e sakt. Alexis Mead. Është më një seri e skuadrës së bashkimit tit 3. Është rezultati. Daci gjuan vetë. Realizon edhe njëherë Saranda Daci. E vetëmja që ka qëlluar tek skuadra e Penzës. Ishte treshe e saj. Destiny e këta ndopin tek Mead. Alexis Mead. Muhadri tek Mark se shkon vetë deri në fund, nuk është e sakt. Topi në duart e Dacit. Ashani në loj. Asimi fort i Dacit për Jenkins. Topi përfundon jashtë. Dhe i takon vashave të bashkimit. Mead. Dalet për 3 Alexis Mead. Fantastike playmakerja, pika 7 e saj. Definitivisht lidere pa kontestueshme e skuadrës së bashkimit edhe në Super League është Alexis Mead. Ka faul në sol pikërisht ndaj saj. Nga Strayhorn. Muhadri. Tek Mead. Dhe deri në fund edhe njëre sakt e pandalshme. 9 pikë të saj. Jenkins.
E topi tek Daci, gjuan për 3 edhe njerë Saranda Daci, kësaj radhe nuk është e sakt. Alexis Mead e ka marrë atë. Shinin qëfar mënyre realizon Alexis Mead. Nën kësh nga e kundërt edhe një herë sakt fenomenale. 11 pikë të saj në anën tjetër. Hashani gjuan për 3. Nuk qëllon topin e duart e Bilalit. Alexis Mead shini asistimin tani të saj për Muhadrin, që qëllon edhe ajo. Show nga Alexis Mead dhe më meritoria pas një dyshim për këtë e përsi të skuadrës së Bashkimit 17-6. Kemi time-out të kërkuar, rikthehemi pas pak. Shojma do të arin tashmë skuadra e Pezës të përgjigjet djenë tentimi për 3. Jo dhe pikët nga Strayhorn. Mead e shen në korner Bilalin që gjuan për 3. Nuk është e sakt. Luft për atop që përfundon në duart e Jenkins. Daci. Strayhorn nuk qëllon. Mani topin Prizrenaset. Mead. Destiny. Të Destiny, ka faul dhe saj. Qetë në vjen e gjuajtje së lirë. Nicole Bohannon Destiny, që ka 4 pikë tashmë tek skuadra e Bashkimit. Qëllon në tentimin e saj të parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe në të dytën është e sakt. Jenkins. Nuk shkon pasimi. Topi vjedhur i Prizrenaseve. Deri në fund nuk arriti të realizon Tanja Marks. Ka presionin Dacit, topit në duart e Hashanit. Arba Hashani. Edhe një tjetër topi vjedhur. Bukur gjen Muhadrin. Alexis Mead e huqi Muhadri, gjithsesi e përfundon në vetë Alexis Mead aksionin dhe i realizon pikët e saj. 21-6 rezultati. Dhe definitivisht performans fantastike e playmakerës. Por duhet theksuar pa tjetër mbrojtjen e mirë të skuadrës së Bashkimit
që në vazhdimsi detyroi vendaset në këtë rast mashat e Penzës të humbin topa, presion nga Bilali. Topi do të vazhdon të takon skuadrës Bashkimit. Kemi zëvend se Muadri ullet Pesa Krasniqi është në loj. Vjen tentimi tjetër i Nicole Destiny, e cila realizon edhe një herë. 23-6. Strayhorn tek Daci, kthen edhe njerë topin tek Strayhorn, që do të gjuan për 3, nuk është e sakt, se marrin edhe njerë topin vashat e Penzës, edhe një herë realizon Saranda Daci. Trishja e saj e dytë dhe pika e saj e 8 nga 9 sa i ka realizuar skuadra e Penzës, ndërsa përfundon tashmë Qereku i parë të ndëruar shikues, pra 23-9. Dominimi i Bashkimit fal lojës së mirë të Alexis Mead, që i ka realizuar tashmë 13 pikë, 3 gërësime, 3 asistime. Rikthehemi pas pak me Qerekun e dytë. Gjithçka gati për startuar edhe Qereku i dytë, pra 23-9 në njërë anë dominoi Alexis Mead tek Bashkimi, në anën tjetër Saranda Daci me 8 pikë tashmë tek skuadra e Penzës. Vetëm 1 pikë ka qelluar edhe Jenkins nga vija e gjuajtjes së lirë. Kuraj top tek Vanessa Bojku që qëllon pikët e saj të para. Mead Destiny, bukur ai top i Bilalit për Nicole Destiny. Marks Muhadri, Alexis Mead, 4 sekunda, nuk ka kohë. Do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit Muhadri, por jo për të qelluar. Topi mbeti në mes të harkut dhe tabelës. Do të vazhdojnë të takon Bashkimit. Topi diskutueshëm që nuk qëlloj Marks as sa i radhe nga afërsia. Gjithsesi është aty Muhadri që e mori kërcimin.
Vjen dëndimi tjetër i playmakerës Alexis Mead, edhe një herë sakt 16 pik të saj nga 26 të Bashkimit. Strayhorn, Jenkins, mbrojtje e mirë tashmë e Marks, edhe pse nuk ka kontribuar me pik, është fenomenale në mbrojtje Tanja Marks. Mohadri do të tenton për 3 pik, edhe shohim blokadën e Dacit, bllokohet 2 herë Marks. Alexis Mead realizoi paraprakisht jo kësaj radhe, topi në duart e Jenkins. Ka faul nga Bilali. Kemi zëvendësime tek skuadra e Bashkimit, e shohim në lojë Klia Guashin si edhe Vesa Krasniqin. Realizon Jenkins nga vija gjuajtjes së lirë. E saktë edhe në të dytën. Nuk ka rin të pranon në top Klia Guashi. Topi përfundon jashtë, topi humbur i Prizrenaseve. Strayhorn, deri në fund nuk është e sakt. Mead më e larta në kërcim. Mohadri, Alexis Mead. Bukur tek Mohadri, e cila shkon deri në fund, realizon kombinimi bukur, asistim fantastik i Alexis Mead për Aulona Mohadrin, që e qëllon pikën e saj të 4. Bojku Gjuan, është i sakt, topi në duart e Zekës. Jenkins deri në fund nuk qëllon. Krasniqi ishte më e larta në kërcim. Mead ndalet në gjysmë distancë, nuk është e sakt. Krasniqi ka marrë topin, Gjuan nuk qëllon. Lufton për atë top. Gjithsesi arrin ta rikuperon topin Vesa Krasniqi. Deri në fund shkojnë Prizrenaset. Nicole Destiny me pikën e saj të 10-30-13. Jenkins. Strayhorn. Topin edhe një herë playmakerja e skuadrës së Pinzës. Bukur në anën tjetër, nuk qëllan Krasniqi, por ishte Mohadri aty që kthen topin në duart e Alexis Mead. Po i shohim vashat e Bashkimit me huqe të shumta në kësh. Gjithsesi Alexis Mead po është aty për të i përmirësuar në vazhdimsi. Kemi time-out tashmë të kërkuar, po vazhdon dominimi i skuadrës së Bashkimit. Dyshja amerikane tashmë, Alexis Mead dhe Nicole Destiny po udhëheqin ekipin Prizrenas.
Do të shohim. Do të arrim Penza të ketë përgjigje tashmë pas këtij timeoutit të kërkuar. Strayhorn. Vesa Krasniqi fantastike në mbrojtje, edhe një herë vjedh topin. Gashi tek Alexis Mead. Jam te Mead, nuk shkon pasimi kësaj radhe. Daci. Bukur ai pasim i Dacit, me gjithatë nuk arrit të realizon Jenkins. Një tjetër tentim i Alexis Mead, edhe një herë sakt. Trishja e saj e tretë, 21 pikë të Alexis Mead. 6 kërcime, 5 asistime, fenomenale. Në anë tjetër, vim pikët e Sinistras. Sra Jones që i qëllon pikët e saj të para për 35 me 15, edhe njerë do gjuan Alexis Mead, nuk qëllon. Krasniqi është aty për ta marrë topin. Gashi, bukur tek Vesa Krasniqi. Cole Destiny, Muhadri, edhe njerë tek Destiny cila qëllon. Kombinime nën kosh që përfundoj me pikët e Nicole Destiny, 12 pikë të saj. Jenkins të Daci. Tek Saranda Daci. Bukur lëviz topi tek Zeka që nuk qëllon. Edhe njerë Mead. Bukur tek Muhadri. Pika e 6 e kapitinës, asistimi 6 i Alexis Mead. 7 kërcime, 6 asistime dhe 21 pikë në 17 minuta lojë nga Alexis Mead. Jenkins. Tek Jones. Rëshqet ai top. Ka faul nga Gashi. Zeka këthen topin i lojë tek Daci. Dyvishohet Daci. Gjithsesi vazhdon të bën pronësinë e topit, 6 sekonda janë për vazhdimin e aksionit të skuadrës së Penzës. Edhe një herë dyvishuar është Daci. Kthen topin te Jenkins. Dhe ndalet në gjysmë distancë, ka faul në sekondën e fundit të aksionit. Nuk është sakt Jenkins në tentimin e saj të parë.
4-3 deri në këtë moment ishte nga vija e gjuajtjes së lirë, të gjitha pikët i ka qelluar nga gjuajtja e lirë. Teresh në të dytën është sakt. Mid. Dalet në gjysmë distancë, nuk është sakt. Destiny Nicole ka marrë atë. Gashi mid. Klia Gashi gjuan për 3, nuk është sakt. Vjen tentimi nga Jenkins. Nuk ka të rishe. Mid. Bukur tek Muhadri që ndalet me personale. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Qëllon Muhadri në tentimin e saj të parë. Pika e saj e 7, sa ka kontribuar edhe me 3 kërcime dhe 3 asistime, sakt edhe një herë. Jenkins. Top i vjedhur i Muhadrit, që do të shkon deri në fund, realizon, dalet edhe me personale, kapitenja e vëmendshme në mbrojtje, i vjedh topin në Dacit, ndërsa e shohim një moment të bukur teksa Saranda Daci zgjat edhe dorën Muhadrit, që do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon kësaj radhe, por Marks është aty për të e marrë top dhe për të vazhduar aksionin e skuadrës së Bashkimit. Dominim absolut i Prizrenaseve, 45-16. Tjetër top i vjedhur, edhe një tjetër mbrojtje e mirë. Alexis Mid deri në fund, edhe njerë është sakt. Fenomenale e pandalshme bleme Kerja. Në anën tjetër vjen tentimi për 3 jo dhe pikët. Muhadri e merr top. Klia Gashi du të ndaljet për të gjuajtur për 3, nuk është sakt. Teksa e ndalj kundër sulmin Gashi me faul në anën tjetër. Zëvendësohet Muhadri, ullet për të pushuar Vesa Grasni që është në loj. Strayhorn tek Sinestra Jones. Jenkins. Strayhorn do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk është sakt. Marks ishte më e lartë, Alexis Mid në kundërsol tek Nicole. Destiny, pika e 14 e saj. Jenkins gjuan për 3. Nuk është sakt, edhe njerë Marks me larta në kërcim në kundërsol, do të shkojnë deri në fund. Nicole Destiny 51-16. Tashmë sekundat e fundit.
pjesës së parë vjen treshja nga Jenkins, dominim absolut i skuadrës së Bashkimit që po udhiqet nga Alexis Mead, fenomenale, 25 pikë të saj, 8 asistime, 7 kërcime, ndërsa po ndihmohet edhe nga Nicole Destiny që i ka qelluar 16 pikë, 3 kërcime, si edhe kapitenja e skuadrës Aulona Muhadri që po luan me 10 pikë, 5-4 është nga loja, vetëm një herë ka gabuar, i ka marrë edhe 6 kërcime, i ka bërë edhe 3 asistime, si edhe 3 topa të vjedhur, ndërsa ka kontribuar edhe Amerikanja Tanya Marks me 7 kërcime tjera. Në anën tjetër tek penza medaluara është kapitenja Saranda Daci me 8 pikë, 3 kërcime, ndërsa 7 pikë tjera i ka shtuar edhe Jenkins. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.